U varros Eldioni, vëllau I gjestit. Sot, në orën 17:00 në fshatin Pavlan, u realizua ceremonia e varrimit të Eldionit, vëllait të njohur të gjestit. I riu, I cili ndëroi jetë tragjikisht, la pas një zbrazdje të madhe në zemrat e të gjithë atyre që e njohën dhe e donin. Ceremonia ishte një moment I thellë dhe I ndjerë për familjen, miqt dhe të afërmit e Eldionit, të cilët u mblodhen për të nderuar jetën e tij. Pas varrimit, ata zhvilluan një ceremoni të thjeshtë por të paharrueshme, ku kujtimi për Eldionin u ruajt në çdo fjalë e përqafim. Të gjithë ata që e njohën, kujtojnë Eldionin për natyrën e tij të shëndosh dhe karakterin e ngrohtë. Dëshira e tij për të ndihmuar dhe për të ofruar dashuri dhe mbështetje ishte e padiskutueshme. Në këtë moment të dhimbshëm, familja e tij ka marrë mbështetje të fuqishme nga miqt dhe bashkëfshatarët, të cilët kanë ofruar ngushëllime të thella dhe kanë mbajtur mendimin se Eldioni do të mbetet gjithmonë një figurë e dashur në zemrat e të gjithë.